pjesën. Po diskutojmë për mbledhjen e nënshkrimeve për shkarkimin e Abdigjikut. Një pjesë e konsiderueshme deri më tani janë mbledhur 150 nënshkrime nga raportimet e fundit. Si e ke parë realisht dhe a beson se me të vërtetë do të bëhen nënshkrimet për të shkarkuar Abdigjikun? Po sporit e shpresojmë se ata duhet ta kenë një raport të mund të përgjithshëm të gjendjes brenda LDK-s, një raport të përfshirë po ashtu edhe zgjedhjet e fundit, të dijem se cilat janë arsyet apo motivet për të bërë këtë punë, pra nuk do të më shpejtu ka shpejt për një herë ende para se mu formu institucionet e shtetit, sepse kjo është e dëmshme për LDK-n, të këndopti, ndoshta edhe nuk do të mundet me hyrë në koalicion me VV-n ose me bërë koalicione me parti tjera në këtë mënyrë, në këtë gjendje, pra. Ata duhet me qenë stabil, me mendu në mënyrë të unifikume, me rujt durimin, sa po duket që ka nuk durimin, nuk është ideja veç me ndru Lumirin. Po kush vjen mas Lumirit, kush është domosdoshmë figura tjetër cila mundet me paraqit një unifikim të mbrëmshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe i cili sjell elektorat më shumë se zoti Abdigjiko, pra. LDK është në krizë për lider. Pra ata kanë probleme edhe me hikto kanë problem kanë me gjetë. Cili është prej tyre cili mundet me funksionu si lider nacional, domethënë. Jo vetëm me marrë dikon nga liderët lokal, të cilët pak a shumë e kanë shukry, domethënë në një lloj kryengritje brenda LDK-s ekziston. Ajo po shihet që janë disa njerëz, 4-5 prej tyre që janë iniciatorë të kësaj pune, dhe normalisht do me mendu shumë më seriozisht që mos mi bëhet dëm LDK-s. Dhe profesor, janë ndër figurat kryesore të LDK-s ato të cilat edhe kanë nxitur këtë që po thoni dhe ju. Pra flasim për Abdullah Hotin, Hikmet Bajrami, Kazmet Muhaxheri, i cili po flitet edhe që është iniciatori që edhe po mbledh nënshkrimet. Po kjo mirë që mendon që mundet me bënë nënshkrimet, mirë është me provu, pse jo, por koha nuk ka e duhur për me provu këtë punë. Pse profesor? Zakonisht kjo kërkohet pas zgjedhjeve. Me pas një procedurim. Zakonisht shkarkimet kërkohen pas një performance, po themi të dobët në zgjedhje, dhe pikërisht tani është koha pas zgjedhjeve. Pse konsideron se nuk është koha e duhur tani? Ja, nuk është koha e duhur para se të themelojnë institucionet e shtetit me bë këtë punë. Dhe të ka durueshëm, ka kohë, zgjedhje nuk jetë është zgjedhje për më herë, alo ka kohë për me mendu këtë punë. Dhe pasi që të bëhet një raport, atëherë dhe shqiet atë ban as ban qysh, kush ka me orë lider i ri, dyne, nuk do të me shpejtu kështu dhe me nëzitu vetëm me jekë. Një me prunje tjetër i cili nuk sjell kur fa rezultati ma të masaj që o ko ma herë, do të me mendu pak ma shumë. Me menu ma drejt. Po, me gjitha të... Kjo është problemi. Nuk duhet më ngut, kjo është nëzitim i pa nevojshëm për momentin. E qartë. Shojmë një anë tjetër të medalje. Sa me ndonë se këto zhvillime për brenda vetë LDK-s? Edhe mund të ushtrojnë presion tek kryetari aktuali kësaj partije për një marrëveshje të mundshme me lëvizjen vetëvendosje. Mund të ndikoj sadopak? Mundet me ndosë, nëse Abdigjiko është e rrezik që mundet mu largu